këtë moment ka të ngjarë që mos ka mendon që problemi të mbyturit është problemi të mbyturit. Pra nuk ka ndonjë mbështetje të zyrtare, të paktën deri tash të Vučićit dhe deklaratave të tij, pasi Rusia është inkuadruar në probleme dhe çështje të tjera, më të rëndësishme për mendimin e saj. Ndoshta janë akoma të përqendruar ke telefonata e Putinit me Trumpin, ke telefonata e Trumpit me Zelenskin, ke marrëveshjet që po bëhen në Arabi Saudite. Domethënë, ata mendojnë gjithsesi, ndoshta edhe optika e një vendi të madh si Rusia, mendojnë që këto të vegjëlit në Ballkan mund të bëjnë kështu marrëveshje, po ata e zgjidhin. Ata bën një fokus në takimin që kishte Vučić me emisaret e NATO-s dhe kjo do të thënë trahoqi vëmendjen e disa prej medjave ruse, do me thënë e fokusuan këtë gjë, edhe kaq, do me thënë nuk u diskutua që është krijuar një aleancë kroato-kosovaro-shqiptare,